Nis këtë muaj procesi i rivlerësimit të pronave të paluajtshme, i cili do të zgjasë deri në fund të këtij viti. Qytetarët dhe bizneset do të kenë mundësi të përditësojnë vlerat e pronave të tyre dhe të paguajnë një tatim të ulët. Për herë të parë këtë vit, çdo familje që ka një fëmijë nën 18 vjeç ka të drejtë të zbresë nga deklarata vjetore të ardhurave 48.000 lekë të reja për çdo fëmijë, si dhe të aplikojë për shpenzimet arsimore deri në 1.000 euro. Për vitin 2026 parashikohet një fond prej 1.25 miliard lekësh për masat e strehimit social, duke përfshirë subvencione për qira, vetë investime dhe mbështetje për grupe të cënueshme. Bianca Bufi, stomatologe, rrëfen sakrificat dhe përkushtimin e saj ndaj profesionit. Në podcastin e suksesit, ajo dha disa këshilla të vlefshme për shëndetin oral. Nga përqafimet e fëmijëve në fund të ditës tek ndërtimi i një biznesi me pasion, Arieta Mani tregon se si sfidat dhe dashuria për edukimin formojnë jo vetëm fëmijët, por edhe liderat e së ardhmes. Diella Gjoni ndan një historinë e saj në podcastin e suksesit mbi rrjetin e marketeve Xhedis, një shembull i vizionit, këmbguljes dhe besimit të ndërtuar ndër vite.